Për asnjë nuk do ketë 1 minutë shtesë, 10 minutë gjitha. Ministri Balla, replik. Unë e kuptoj që në partinë tuaj ju e keni të vështirë të aplikoni Nenin Basha, edhe pse ishit zotuar që pas këtyre zgjedhjeve do ta aplikonit, dhe e kuptoj shumë mirë gjithçka që jeni duke bërë, edhe përpjekjen tuaj alucinante në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, ku çdo ditë po turpëroheni para publikut se si po bien një nga një të gjithë pretendimet tuaja. Bët gjitha të zhurmë për kryeplakun e Pekishtit, dhe pastaj kur aty doli që s'kishte asgjë, pastaj jeni turrur pas 130.000 të ashtu quajtura vota, po kjo më kishin thënë që e kishte thënë Flamuri në një studio, se Flamuri pas ka futur 500 GPS-e në Zarfa, dhe këto GPS-et na pas angelën në Londër. O Flamur, kjo që thua ti është vepër penale, sepse identifikimi, gjurmimi i votës është vepër penale. Kjo që bën ti është dënueshme. Dhe ti, nëse këtë e ke provë, përse nuk shkon ti ta dorëzosh në prokurinë e posaçme? Shko atje, apo një prokuri të jurisdiksionit përgjithshëm, nuk ka as. Po kjo që thua ti është vepër penale. Nëse ti ke instruktuar ta shoqëruar në mbështetësit tuaj, sipas teje, na pas kanë ngelur votat në Londër dhe i pas kemi numëruar ne këtu. Unë e kuptoj që ju i shmangeni një debati apo një betejë të brendshme. Zgjedhjet në Shqipëri kanë përfunduar. Partia Socialiste e Shqipërisë ka marrë 856.177 vota. Ju keni marrë 529.354 vota, diku ke 300.000 e kusur më pak vota. Se ku ju kanë shkuar votat ju, përfundoni, zoti Balla. Gjeni ku i keni votat tuaja. Ndërsa për 856.177 zemra që kanë Jo, nuk ka replik, mi replik, jo, s'është procedurë ajo. Po, zoti Noka, për procedurë. Tani, që se çfarë ndodhi në 11 maj, nuk kemi nevojë vetëm ta themi ne Kjo nuk është për procedurë, nuk është për procedurë. Po nuk është për procedurë, zoti Noka, po vjo. Çdo fjali, po. Zonjë, ne ta mbaroj, 3 minuta kisha mbaruar, 1 minutë, 2 minuta. Çdo fjali. Se çfarë ndodhi me 11 maj, nuk ka nevojë shqiptarët ta dëgjojnë vetëm nga ne përfaqësuesit e Partisë Demokratike. Raporti i OSBE Odirit foli qartë. Jo, s'është për procedurë, Toni Gogu ka fjalën. Zoti Gogu, lutem zoti Noka, tani e kishit e pat fjalën tuaj, u morët me kolegët tuaj, u morët me ministrat, ajo s'është për procedurë, Toni Gogu ka fjalën. E nderuar zonja kryetare.